Një paralajmërim i heshtur po aktivizohet. 4 shenja në prag të një ndryshimi. Ka momente kur universi nuk bërtet, por paralajmëron në heshtje. Këtë herë, ndryshimi nuk vjen me shurmë, por me shenja të vogla që shumica i ignoron. 4 shenja ndodhen përballë një faze ku zgjedhjet, reagimet dhe vendimet e vogla mund të kenë ndikim afatgjat. Kjo video nuk është për të frikësuar, por për të zgjuar vëmendjen. Nëse e ndjen që diçka po ndryshon pa arsye të qartë, ndoshta kjo është për ty. Akrepi, një ndjesi e brendshme po të shtyn të shikosh më thellë situatat që ke lënë pezull. Nuk është javë për reagime impulsive, por për vëzhgim dhe strategji. Në punë, një informacion ose bisedë dhe fshehtë del gradualisht në dritë dhe të jep avantazh nëse di ta përdorësh me maturi. Financiarisht, ka nevojë për kontroll dhe rishikim të detajeve që ke anashkaluar më parë. Emocionalisht, kjo fazë të sfidon të mos mbash gjithçka brenda vetes. Një vendim i vjetër kërkon mbyllje përfundimtare. Marrëdhëniet personale testohen për sinqeritet dhe thellësi, jo për sipërfaqe. Nëse zgjedh të përballesh me të vërtetën dhe jo ta shmangësh, situatat fillojnë të qartësohen. Kjo nuk është periudhë për hakmarrje apo kontroll, por për transformim të qetë. Një ndryshim i vogël në qëndrimin tënd sjell efekt më të madh se sa mendon. Universi po të vëzhgon reagimin, jo fjalët. Qetësia është arma jote më e fortë tani. Ujori, një energji e pazakontë po të shtyn të mendosh ndryshe për rrugën që ke zgjedhur. Disa ide që i ke konsideruar të paralizueshme fillojnë të duken më konkrete. Në punë, mund të ndjesh nevojën të distancohesh nga rutina dhe të kërkosh diçka që të përfaqëson më shumë. Financiarisht, është moment për kujdes, jo për eksperiment të pamenduar. Emocionalisht, ke nevojë për hapësirë dhe qartësi mendore. Marrëdhëniet personale përballen me nevojën për komunikim të sinqertë, pa shmangje. Një person mund të vërë përballë një pyetje që ke kohë që e shmang. Mos e injoro. Ky paralajmërim i heshtur nuk vjen për të ndalur, por për të riorientuar. Nëse dëgjon intuitën dhe nuk nxitohesh, hapet një perspektivë e re. Mos u frikëso nga ndryshimi gradual. Jo çdo transformim vjen me përmbysje. Disa vijnë me qartësi. Dhe kjo është një prej tyre për ty. Virgjëresha. Një periudhë reflektimi po të detyron të rishikosh zgjedhjet e fundit me sy më realist. Në punë, përgjegjësitë shtohen, por bashkë me to vjen edhe mundësia për të treguar aftësitë tua të vërteta. Financiarisht, kjo nuk është kohë për shpenzime emocionale, por për organizim të zgjuar. Emocionalisht, mund të ndjesh lodhje mendore për shkak të perfeksionizmit. Jo çdo gjë ka nevojë të jetë perfekte për të funksionuar. Marrëdhëniet personale kërkojnë më shumë mirëkuptim dhe më pak kritik. Një detaj i vogël që zakonisht e ignoron, këtë herë ka peshë të madhe. Paralajmërimi vjen në formën e një situate të përsëritur. Nëse vazhdon ta ignorosh, ajo bëhet më e fortë. Nëse e kupton mesazhin, gjithçka lehtësohet. Ky është moment për të vendosur kufi dhe për të mbrojtur energjinë tënde. Qartësia mendore është çelësi i kësaj faze. Shigjetari, dëshira për lëvizje dhe ndryshim është e fortë, por universi po të kërkon maturi përpara hapit të radhës. Në punë, një mundësi duket tërheqëse, por kërkon analizë më të thellë përpara se të thuash po. Financiarisht, është e rëndësishme të mos rrezikosh për shkak të entuziazmit momental. Emocionalisht, ndjen nevojën për liri, por kjo nuk do të thotë të shmangësh përgjegjësi. Marrëdhëniet personale përfitojnë nga sinqeriteti yt, por kërkojnë edhe dëgjim. Një paralajmërim i heshtur vjen përmes një ndjenje që nuk të lë rehat. Mos e shtyp. Kjo fazë nuk po të kufizon, por po të mëson të zgjedhësh drejtimin e duhur. Nëse kanalizon energjinë drejt qëllimeve reale dhe jo impulsive, rruga hapet gradualisht. Jo çdo ndryshim ndodh me shpejtësi. Disa kërkojnë durim. Dhe ky është testi yt tani. Ky paralajmërim nuk vjen për të trembur, por për të zgjuar vëmendjen. Nëse je një nga këto shenja, mos e injoro atë që ndjen. Komento shenjën tënde. Like nëse e ndjeve mesazhin. Abonohu për të mos humbur paralajmërimet e radhës. Shpërndaje me dikë që ka nevojë ta dëgjojë këtë sot.